5 vjeçari nga Janjeva e Lipianit, i cili dyshohet se është keqtrajtuar nga të dy prindërit e tij, aktualisht ndodhet në gjendje stabile shëndetësore pas një trajtimi intensiv mjekësor. Sipas një përgjigje për televizionin ATV nga Klinika e Pediatrisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, i mituri trajtimin po e vazhdon me terapi orale dhe pritet që gjatë javës së ardhshme të lirohet nga spitali. Gjendja shëndetësore e fëmisë është stabile. Trajtimi është duke vazhduar me terapi orale dhe në koordinim me punëtorët social dhe Qendrën për Punë Sociale, po planifikohet që gjatë javës në vijim të bëhet lirimi nga spitali. Psikologu Ilir Havolli thotë se fëmia, pas kësaj ngjarje, nuk duhet të ketë kontakt me prindërit pa një vlerësim profesional dhe masa të qarta mbrojtëse. Një fëmijë moshës 5 vjeçar, i cili ka përjetuar dhunë fizike, është shumë i ndjeshëm ndaj ritraumatizimit. Prandaj, përpara se të merrë vendimi për rikthimin e mjedisit në jetë familjar, duhet kemi parasysh ndërmarrjen e disa masave të sigurisë ku përfshihet vlerësimi profesional dhe mbështetja psikologjike. Fëmia fillimisht u dërgua nga qendra kryesore e mjekësisë familjare në emergjencën e Çukukës, ku u pranua në gjendje të rëndë, me vështirësi në komunikim, plagë në shputat e këmbëve dhe dëmtime në inde. Më pas, trajtimi vazhdoi në klinikën e pediatrisë në kujdesin intensiv, ndërsa mjekët kanë ngritur dyshimet edhe për kequshqyerje. Një ditë pas pranimit në Çukukë, ai u nështrua një ndërhyrje kirurgjikale në këmbë, e cila kaloi pa komplikime. Për shkak të gjendjes së rënduar psikologjike, në procesin e trajtimit janë përfshirë edhe psikologu, psikiatri i fëmijëve dhe punëtori social, me qëllim të vlerësimit dhe ofrimit të mbështetjes së nevojshme psikosociale. Ndërkohë, ndaj dy prindërve të tij është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Ndërkaq 6 fëmijët e tjerë të tyre janë nën përkujdesjen e shtetit. Një fqinje e familjes ka deklaruar se çifti kishte ushtruar vazhdimisht dhunë fizike ndaj 7 fëmijëve të tyre, duke shtuar se 5 vjeçari asnjëherë nuk ishte parë duke ecër në këmbët e tij, por gjithmonë mbahej në duar. Për këtë rast ka pasur edhe reagime institucionale. Ministria për Familje, Rini dhe Politikë Sociale ka kërkuar raport të detajuar dhe ka autorizuar inspektimin e rastit. Ndërkaq nga komuna e Lipianit ka njoftuar se do të vlerësohet nëse ka pasur neglizhencë, derisa Qendra për Punë Sociale ka thënë se rasti nuk është neglizhuar.